ka qenë operacioni që ka zgjatur më shumë orë, doktor? Sa zgjat një operacion i tillë? Operacionet mesatare tona janë nga 3-4-5 orë, domethënë varet nga kjo është mesatarja. Janë operacionet gjata tona, po puna në zemër është 1 orë, 2 orë. Mirë është mos ta kalosh 2 orë atë pjesën qendrore, sepse zemra nuk ka tolerancë shumë madhe. Maksimumi 2-3 orë shkon, nga raste po ta mbrosh mirë edhe 4 orë, po mirë është mos ta kalosh 2 orë. Po nëse këto janë çështje detaje. Gjëja një nga interventet më të gjata që kanë bërë ishte një diseksion, ishte një çudi e madhe, domethënë, sepse zgjati mbi 20 orë. 20 orë. Dhe pati ngjarje njëra mbas tjetrës, edhe pse dola se tu dalësh çik 10 minuta sa të pish një kafe ose për nevojat personale. Por zgjati procedura rreth 20 orë dhe 2-3 herë u bë, në fund fare shkoi shumë mirë interventi, me thënë drejtën, edhe mbaj mend që flisja me shefin gjithmonë telefon gjatë natës, nga 2-3 herë mua në telefon kemi këtë problemin, me thonë, o hajde ti, ai vazhdonte, jo vazhdo se ti je zoti, bëj kështu, provoje kështu. Edhe në fund fare më gjeti mëngjes, nga ora 8:30 mëngjesit isha akoma aty unë, nga dita e përbashme dhe nata, edhe më tha, ke bërë një punë shumë mirë, tha. Dhe ke demonstruar një provë rezistence të jashtëzakonshme. Të durimi, patjetër, po që u finalizua edhe me suksesin e pacientit. Finalizua me një rezultat shumë mirë, po nëse në ato momente domethënë unë doja të dilja nga salla operacioni dhe shkoja në krevat të flija gjuhë. Doktor, sipas jush, çfarë e dëmton më shumë këtë organ jetik, zemrën? E dëmtojnë më shumë emocionet e forta apo problemet shëndetësore? Sa po ndikon ankthi, stresi, ushqimet tek sëmundjet e zemrës? Atëherë, nëse flasim për sëmundjet e zemrës, kemi 2 tipe, ato të valvulave dhe të koronareve. Zakonisht ato të valvulave vijnë nga një problem anatomik ose diçka në strukturën e tyre që me kalimin e kohës mund të përkeqësohen. Problemi i infarkteve ndoshta pyetën ty juve. Kjo isha që është dhe më i shpeshtë te moshat e reja, nuk e di aty, po në vendin tonë. Bën drama te moshat e reja ndoshta, se është një event i papritur, i tmerrshëm që mund përfundojë dhe keq. Padyshim këtu ka një lloj familiariteti gjenetike te këto probleme të infarkteve, sëmundje iskemike të zemrës që krijojnë pllaka nëpër koronare. Por ka dhe disa që ne nuk mund t'i ndalojmë, gjenetikën dhe familiaritetin, trashëgimin që ke nga prindrit, nga gjyshit e tjerë, këto janë evente që ne mund ndërhyjmë shumë pak. Por ne mund ndërhyjmë te faktorët e tjerë të rrezikut që janë shumë të rëndësishëm, ndoshta nuk përbëjmë 100% e rëndësisë, por një 50%, po t'i bësh gjitha bashkë e bëjmë. Edhe këto janë ajo që thatë ju, stresi. Mos harrojmë që nga populli ka dalë vdiq nga frika. Po. Domethënë edhe stresi dhe ankthi, sepse ato çlirojnë një efekt të madh hormonesh, katekolaminash, që në gjendje stresi madhor mund ndodhi, domethënë një aritmi maligne ose një infarkt, një diçka tjetër nga gjëra që ndodhin, pra mirë është jeta të jetë sa më e qetë në mundësitë e saj, padyshim. Tjetër aspekt është dieta, përdorimi i duhanit, përdorimi i lartë i alkoolit, dieta, aktiviteti fizik, domethënë të evitojmë sa më shumë jetën sedentare, dieta të jetë sa më sana, le të themi. Ne shqiptarët e kemi çik ters këtë punën e dietës, e kemi shumë vështirë ta bëjmë. Por kam bërë domethënë që ka një lloj ndërgjegjësimi. Kam filluar shumë dhe kam bërë shumë qefi, domethënë kam filluar një lloj ta ruajnë çik veten nga ajo sjellje, hajde ikim ta me pim